Në një tavolinë si kjo. Votat ju mbetën në dorë e hapësira në terr. Në këta minuta sa qendra e numërimit e rezultateve mbeti pa rrymë, mbase jo, por në dritë dyshohet se mira vota u keqpërdorën. Kjo po hetohet të jetë bërë në qendrat komunale të numërimit, megjithse në grupe pati antar nga parti të ndryshme. Në një tavolinë si kjo ku zakonisht janë të ulur 4 persona të cilët i takojnë subjekteve të ndryshme politike, njëri prej tyre e merr një fletvotim dhe më pas me zë i lexon numrat në të cilat janë votuar kandidatët e subjekteve politike. Afër tij tjetri i fut në sistem, derisa asnjëri e as tjetri nga këta nuk duhet i takojë subjektit të cilit i është dhënë vota në atë fletvotim. Antari tjetër që i takon partisë të cilës i numërohen votat e kandidatëve për deputet, parashihet të qëndrojë aty në vëzhgim, ashtu siç edhe i katërti, rolet e të cilëve ndrohen. 14, 46. Por me apa dijeninë e dikujt aty në disa komuna u tjetërsuan deri në mijëra vota për pretendentët individualisht, derisa pak shpëtuan pa u prekur. Megjithse gjatë gjithë kohës të monitoruar me kamera, dyshohet se në disa raste, numëruesi qëllimshëm lexuan gabimisht numrat në këtë rubrik, derisa në disa të tjera kur kishte të votuar më pak se 10 kandidat, ata shtuan numra të cilët nuk ishin të shenjuar. Gjithë kjo shpërputhje po del në pah tash në rinumrim, kur fletvotimet janë në duart e atyre që nuk i përkasin asnjë partie. Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, ekipet e numërimit nuk përbëhen nga përfaqësues të subjekteve politike, por janë zyrtarë të cilët angazhohen nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pas dallimeve të mëdha në numërimin e sërishëm në disa komuna, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim për rinumërim të tërësishëm në gjithë vendin, derisa tashmë ka nisur edhe hetimet nga organet e rendit.